Ne dim pak a shumë nga të dhënat që kemi ne në gjendjen civile dhe nga dhënat që na jep regjistrimi i popullsisë që nga Shqipëria kanë lënë diçka mbi 2 milion, po të bëjmë krahasimin me gjithë fëmijët e regjistruar të diasporës, bëhet fjalë tek 2,2-2,4 milion. Ky studi, që është një mënyrë e fortë e nxjerrjes së të dhënave, ka nxjerrë mos gabojmë rreth 2,2 milion që jetojnë në Perëndim dhe është, si thua, pak a shumë të gjithë treguesit që dalin nga vetë studimi janë për një demograf të pritshëm. Është një popullsi e re, shumë e re. Është një popullsi kryesisht në moshën pune, pra është ajo që neve na është larguar. Shumë po të krahasojmë të dhënat e regjistrimit të popullsisë së Shqipërisë me të dhënat e diasporës, del që ato që na janë larguar nga ne, pra domethënë ajo që ne na mungon, një pjesë e madhe e popullsisë të moshë pune, është në Perëndim duke punuar. Kështu që kjo është, si thua, ajo që mund të them është pak a shumë e pritshme në krahasim me të dhënat që kishim ne përpara.